Paralajmërimi i yjeve. Horoskopi javor nga 20 korrik deri më 26 korrik. Mendoni se keni gjithçka nën kontroll? Gaboheni. Nga data 20 deri më 26 korrik, qielli do të përfshihet nga një kaos i vërtet planetar që do të trondit themelet e jetës suaj. Asgjë nuk do të mbetet si më parë. Sekretet e errëta do të dalin në dritë, ndërsa vendime impulsive do të shkatërrojnë ose do të ngrenë në qiell karrierën dhe dashurinë tuaj. Kjo javë nuk premton qetësi, por një transformim radikal që do t'ju detyrojë të përballeni me të vërtetat më të mëdha të jetës. Cila shenjë do të fitojë miliona dhe kush do të përballet me një tradhti të papritur? Mos guxoni ta ndërprisni këtë video, sepse paralajmërimi i fundit në këtë listë mund t'ju shpëtojë nga një gabim fatal që do ta paguani shtrenjtë gjithë vitin. Dashi. Zjarri juaj i brendshëm do të ndizet më shumë se kur gjatë këtyre ditëve, duke ju shtyrë drejt vendimeve jashtëzakonisht të guximshme në planin profesional. Është koha e duhur për të lënë pas çdo dyshim dhe për të pranuar atë sfidë të madhe nga e cila të tjerët në kompaninë tuaj kanë frikë, sepse yjet garantojnë që triumfi do të jetë plotësisht i juaj. Në dashuri, tensionet e akumuluara kohët e fundit do të fillojnë të shkrihen, por vetëm nëse tregoheni të gatshëm të dëgjoni me vëmendje dhe pa paragjykime partnerin tuaj. Një bisedë e sinqertë natën e së mërkurës mund të ndryshojë tërësisht dinamikën e lidhjes suaj. Për sa i përket financave, duhet të bëni shumë kujdes me shpenzimet impulsive gjatë fundjavës. Dëshira për të blerë diçka luksoze mund t'ju krijojë një vrim të madhe në buxhet që do ta vuani gjatë muajit të ardhshëm. Demi. Stabiliteti juaj financiar do të pësojë një lëkundje jashtëzakonisht pozitive gjatë kësaj periudhe, me mundësi të reja fitimi që do të vinë nga drejtime krejtësisht të papritura. Mund të merrni një propozim për një punë dytësore ose një shpërblim të prapambetur që mendonit se nuk do t'ju jepej më. Megjithatë, në planin sentimental do t'ju duhet të tregoni shumë më tepër fleksibilitet dhe tolerancë nëse dëshironi me çdo kusht të shmangni një keqkuptim masiv që mund të çojë në ndarje. Kokfortësia juaj karakteristike mund të bëhet një pengesë e madhe këtë javë. Kushtojini vëmendje edhe shëndetit tuaj, veçanërisht sistemit tretës, i cili po vuan pasojat e stresit të javëve të kaluara dhe dietës jo të rregull. Merrni kohë për t'u çlodhur në natyrë dhe largojuni personave që thjesht ju konsumojnë energjinë pozitive. Binjakët. Mendja juaj do të shkëlqejë me ide absolutisht gjeniale që do të tërheqin menjëherë vëmendjen e njerëzve me ndikim të madh në ambientin tuaj të punës. Komunikimi dhe elokuenca do të jenë armët tuaja më të forta gjatë këtyre ditëve, ndaj shfrytëzojini ato maksimalisht për të zgjidhur një konflikt të vjetër familjar që ju ka munduar shpirtërisht për një kohë të gjallë. Në dashuri, beqarët do të kenë takime magjike që mund të kthehen shpejt në histori serioze, ndërsa ata që janë në një marrëdhënie do të ndjejnë nevojën për më shumë liri dhe hapësirë personale. Flisni hapur me partnerin për këtë nevojë përpara se ai të keqkuptojë distancimin tuaj si mungesë interesi. Nga ana shëndetësore, energjia juaj do të jetë e lartë, por kujdesuni për gjumin, pasi lodhja mendore mund t'ju shkaktojë dhimbje kokë të forta. Gaforja. Emocionet tuaja do të jenë në nivele mjaft të larta, duke ju bërë jashtëzakonisht intuitiv dhe të ndjeshëm ndaj synimeve të fshehura të njerëzve që ju rrethojnë çdo ditë. Besojini plotësisht ndjenjes suaj të brendshme këtë javë dhe bëni pa frikë një hap pas për të mbrojtur paqen dhe energjinë tuaj nga çdo lloj toksiciteti apo manipulimi. Në ambientin e punës, mos u nxitoni të nënshkruani dokumente apo kontrata të reja pa i lexuar me shumë mjëntësi të gjitha shkronjat e vogla, pasi fshihet një klauzulë e pafavorshme. Jeta bashkëshortore ose lidhja juaj romantike do të ketë nevojë për momente më intime dhe më pak diskutime rreth problemeve të përditshme shtëpiake. Organizoni një mbrëmje romantike jashtë qytetit për të rindezur pasionin dhe për të harruar për pak kohë streset e përditshme. Luani. Qendra e vëmendjes do të jetë plotësisht e juaja pa asnjë lloj sforcimi nga ana juaj, duke ju sjellë admirim të madh, por në të njëjtën kohë edhe xhelozi të fortë nga personat që ju rrethojnë. Shfrytëzojeni këtë javë fantastike për të shkëlqyer në projekte publike, prezantime apo intervista pune, dhe mos nguroni të vendosni kufi të qartë me kolegët që duan të marrin meritat tuaja.
Në dashuri, magnetizmi juaj do të jetë i parezistueshëm, duke tërhequr vëmendjen e një personi që e kishit vlerësuar gjithmonë si të paarritshëm. Për sa i përket financave, pritet një hyrje e re parash që do t'ju lejoj të bëni atë investim që e kishit shtyrë prej muajsh. Kujdesuni vetëm për shëndetin e shtyllës kurrizore dhe shmangni lodhjen e tepërt fizike në palestër apo punë. Birgjëresha. Organizimi i shkëlqyer dhe vëmendja juaj e jashtëzakonshme ndaj detajeve më të vogla do t'ju shpëtojnë nga një rrëmujë e madhe që rrezikonte të krijojë në vendin tuaj të punës për shkak të pakujdesisë së të tjerëve. Këtë javë, fokusohuni maksimalisht te shëndeti juaj dhe te qetësia mendore, duke lënë pas atë perfeksionizëm ekstrem që shpesh ju shkakton stres krejtësisht të panevojshëm dhe ankth. Në planin sentimental, partneri mund t'ju kërkojë llogari për mungesën tuaj të vëmendjes, ndaj përpiquni të gjeni një ekuilibër midis detyrimeve profesionale dhe jetës private. Beqarët do të kenë një mundësi të shkëlqyer për të rifilluar një kontakt me ditë nga e kaluara, por mendoni mirë nëse ja vlen vërtet të hapni përsëri atë derë të mbyllur. Financat tuaja mbeten të qëndrueshme dhe nën kontroll të plotë. Peshorja. Harmonia në marrëdhëniet tuaja më të rëndësishme do të testohet seriozisht gjatë këtyre ditëve, duke ju detyruar të merrni vendime të vështira që kërkojnë shumë ekuilibër dhe diplomaci të lartë. Mos kini asnjë frikë të thoni hapur atë që mendoni dhe ndjeni me të vërtetë, pasi sinqeriteti absolut do të jetë çelësi i vetëm i suksesit tuaj këtë javë. Në punë mund të përballeni me një ndryshim të papritur të planeve ose të strukturës së menaxhimit, gjë që do t'ju kërkojë përshtatje të shpejtë dhe menaxhim të mirë të kohës. Nga ana financiare, yjet këshillojnë të shmangni çdo lloj huadhënie tek miqt, pasi rrezikoni të humbni edhe paratë, edhe miqsinë. Shëndeti juaj kërkon më shumë vëmendje ndaj hidratimit dhe pushimit cilësor gjatë orëve të natës. Akrepi. Intensiteti juaj emocional do të arrijë kulmin gjatë kësaj jave, duke zbuluar të vërteta të fshehura prej kohësh që do të ndryshojnë tërësisht rrjedhën e një misie të ngushtë apo të një bashkëpunimi profesional shumë të rëndësishëm. Mos u hidhëroni për asgjë, çdo gjë ose person që largohet nga jeta juaj këtë javë po ikën vetëm për t'i lënë vendin diçkaje shumë më të mirë dhe më të pastër. Në aspektin e karrierës, do të keni një energji të jashtëzakonshme për të përfunduar detyra të vështira dhe për të marrë miratimin e eprorëve tuaj për një projekt të ri. Në dashuri, pasioni do të jetë në nivele të larta, por kujdes nga xhelozia e tepruar dhe posesiviteti që mund të ngrenë mure mes jush dhe personit të zemrës. Shigjetari. Etja juaj e madhe për aventura dhe eksperienca të reja do t'ju shtyjë fort të thyeni rutinën e përditshme përmes një udhëtimi të papritur ose duke nisur një projekt të ri krijues. Fati i pastër është në anën tuaj sa i përket zgjerimit të horizonteve mendore dhe njohjeve të reja me njerëz nga kultura të ndryshme që do t'ju frymëzojnë jashtë mase. Në fushën profesionale do të merrni një lajm të mirë që lidhet me një aplikim apo një trajnim që keni kryer kohë më parë. Sa i përket jetës private, tregohuni më të pranishëm për familjarët tuaj, të cilët ndjejnë mungesën tuaj për shkak të angazhimeve të shumta që keni marrë përsipër. Shëndeti është i shkëlqyer, por mos e neglizhoni aktivitetin fizik. Britsjapi. Përkushtimi juaj total dhe puna e palodhshme ndaj qëllimeve afatgjata do të shpërblehen më në fund me një vlerësim zyrtar apo një ngritje të rëndësishme në detyrë që e prisnit prej shumë kohësh. Kurseni sa më shumë energjitë tuaja dhe mos lejoni në asnjë mënyrë që ambicia profesionale t'ju largoj apo t'ju ftojë me njerëzit tuaj të zemrës, të cilët kanë nevojë për praninë tuaj të ngrohtë. Në dashuri, kjo javë kërkon që të lini pas natyrën tuaj të rezervuar dhe të shprehni hapur ndjenjat dhe vlerësimin për partnerin. Financat tuaja do të njohin një rritje të këndshme, por yjet ju sugjerojnë të filloni të kurseni për një plan më të madh që do të realizohet në fund të vitit. Ujori. Idetë tuaja absolutisht revolucionare dhe jashtë kornizave do të gjejnë më në fund terrenin e duhur për t'u zbatuar dhe për të sjellë ndryshimin e madh që dëshironi prej kohësh në ambientin tuaj të punës. Rrethi juaj shoqëror do të pësojë një seleksionim krejtësisht natyral gjatë këtyre ditëve, ku do të largohen njerëzit hipokrit dhe do të mbeten vetëm ata miq të vërtetë që vlejnë dhe ju mbështesin pa kushte.
Në planin sentimental, do të ndiheni më të pavarur se kurrë, gjë që mund të shkaktojë pak pasiguri te partneri juaj. Sigurojeni atë për ndjenjat tuaja përmes gjesteve të vogla dhe të ndjera. Për sa i përket shëndetit, kujdesuni për sistemin nervor, gjeni kohë për meditim ose thjesht për të shkëputur nga rrjetet sociale. Peshqit. Bota juaj e pasur shpirtërore dhe kreativiteti do të jenë në kulmin e tyre absolut këtë javë, duke ju dhënë një frymëzim të jashtëzakonshëm për të krijuar diçka vërtet magjike ose për të zgjidhur një problem kompleks me intuitën tuaj. Megjithatë, duhet të bëni shumë kujdes me financat, pasi prirja juaj për të shpenzuar para bazuar kryesisht në gjendjen tuaj emocionale mund t'ju sjellë probleme serioze në fund të javës. Në dashuri, do të përjetoni momente shumë romantike dhe të thella me partnerin, duke rilindur një ndjenjë që dukej sigurisht të zbehur nga rutina. Beqarët do të tërheqin vëmendjen e një personi shumë shpirtëror dhe të ndjeshëm. Shëndeti kërkon që të flini më shumë dhe të shmangni mendimet negative. Universi sapo foli, por udhëtimi juaj nuk mbaron këtu. Nëse e ndjet energjinë e këtyre parashikimeve, bëni like videos për t'i thënë po fatit tuaj. Subscribe dhe aktivizoni zilen që të mos humbisni asnjë paralajmërim të rëndësishëm qiellor. Cila pjesë e horoskopit ju gjeti fiks në shenjë? Shkruani shenjën tuaj në koment dhe zbuloni kush tjetër ndan të njëjtin fat me ju këtë javë. Share këtë video me një mik që ka urgjentisht nevojë për një udhëzues nga yjet.